Lidershipi i PD-s shpalli me bujë triumfatori faktin që Kris Lasivita do të bënte kryestrategun politik të fushatës së tyre dhe gjithçka ishte justifikuar. I pajtuari prej tyre njihet në Amerikë dhe më gjerë si një nga strategët më të vlerësuar ndër ata që ideuan fushatën nga dhënjuese të Donald Trump. Eksport Çelaman. Qysh në fillim Lasivita deklaroi se do të eksportonte në Shqipëri Magan. Bëja Amerikën të madhe përsëri, por me një ndryshim të vogël. Në vend të Amerikës do të vendosej Albania, pastaj në vend të Trump Berisha dhe qershia mbi tort. Rivaliteti Berisha-Rama do të vjezoi si ndeshje mes trampistëve dhe sorosianëve në Shqipëri. Pra në rrafsh formal strategjik eksportimi i Magas ngjan si ide lavdërueshme. Shqiptarët njihen si një nga kombet më amerikan dashëse të globit. Rrjedhimisht çdo gjë që vjen nga Amerika ka një lloj sharmi dhe gjeneron tërheqje dhe pëlqim. Veç kësaj, Maga lidhet përgjithsisht me Trump, prototip me rrafsh botëror i liderit të fortë autoritarist. Historia e shtetit tam ka dëshmuar se ne shqiptarët pranojmë, madje në shumicë dhe pëlqejmë, të kemi në krye prijes të fortë që na janë shfaqur herë si monark, herë si diktator, herë si lider autoritarist. Rrjedhja e gjërave dëshmoi se eksportimi i Magas nuk shkoi aq lehtë sa e përfituronte strategu i Trumpit. Problemi i parë doli me përkthimin në Shqip të cilësorit Great, po të thoshje bëje Shqipërinë të madhe përsëri. Shumë kush do ta lidhte me konceptin politiko-historik Shqipëria e madhe, të përmendësh qoftë edhe pa dashja në tekst. Rishikim kufish gjatë një fushate elektorale është si të thyesh një tabu, madje edhe më e rrezikshme. Hapja e një kapitulli të tillë do t'i bënte më problemore se ç'janë marrëdhëniet e PD-s me ndërkombëtarët. Në kushte të tilla, Great u soll në Shqip me fjalën madhështore, por edhe kjo përshtatje duket se nuk rezultoi tërësisht e suksesshme. Që eksportimi i Magas nuk rezultoi aq lehtë dëshmon edhe fakti se u la në arrest ndaj folja përsëri. Rralla pothuajse hiç fare u shqiptua në ligjërimin zgjedhor slogani i plot: ta bëjmë Shqipërinë madhështore përsëri. Dhe bën mirë nga që një pjesë e konsiderueshme e votuesve do nënqeshnin, por kur pas ka qenë Shqipëria madhështore? Kapelja magjike. Problemet që krijoi eksportimi i Magas dëshmojnë se strategu politik e ka të domosdoshme të njohë gjuhën, zakonet dhe mentalitetin e vendit ku pajtohen e paguhen të punojnë. Kjo puna e mentalitetit dhe zakoneve të kujton ndryshimet në imazhin pamor të Berishës gjatë fushatës. Lasivita duket se propozoi që t'i vinin liderit në kokë një kapele bejsbolli dhe t'i lidhnin në gryk një gërvat të verdh, në mënyrë që zgjedhësve t'u kujtonte Trumpin, e do e mos edhe nga dhënjimin e tij. Prej gati 3 dekadash Sali Berisha ka krijuar në publik imazhin e një burri të fortë, të qëndrueshëm dhe kurdoherë serioz, që në çdo rast është vetvetja dhe thuajse kurrë nuk aktron në rolin e dikujt tjetër. Kapelja e bejsbollit dhe gërvata e verdh i iknin dhunshëm këtij imazhi solid dhe të gjithë pranuar, dhe ç'është më e keqja, shinjëronin me goditet nën brez që bënte Rama kur thoshte se Berisha, qenë ke i plakur e paskësh nisur të rrithte, se i fikeshin llambat 3 herë në ditë. Berberi Sultanit. Në këshillat që strategu i përtej oqeanit i ofroi PD-s, pati dhe nga ato që mbanin era amatorizëm dhe të shtyn të dyshosh se buron nga një punë nxitimthi me rrënjë në mentalitetin e moçëm kolonialist, bono për Albania. Në fakt, këtë mentalitet përzier me një farë shpotie e shprehte hapur Lasivita në bisedën e filmuar si video e fshehtë nga disa gazetarë investigues dhe pastaj të butuar tek The Guardian. Mbanin era amatorizëm, thuajse të gjitha këshillat që synonin të amortizonin nofkën buf që Rama duke shpërfillur etikën e përdori për të thirrur Berishën gjatë fushatës. Disa vargje të frymëzuara nga poezia The Owl e Edward Thomas që Lasivita i postoi në X, mezi i ka përcyer 100 pëlqime dhe afërmendsh që u kaluan pa u vënë re nga masa e votuesve. Duke shtuar se poezia në fjalë është thuajse e harruar dhe më shumë se sa nga lexuesit e poezisë angleze kujtohet nga studiuesit, megjithas Lasivita apo ndonjë nga ndihmësit e tij e kanë kërkuar e gjetur me search. Për këtë arsye spati thuajse kurfar ndikimi, por gjithsesi e mori një vlerë humoristike. Të kujtonte atë nxënësin që nxiton të mbaroj detyrat e shtëpisë pavarësisht se si. Shumë amator i dobët dhe i zbet shërbeu sqarimi se bufi është kafshë zgjuar dhe për këto cilësi Athinaja, perëndesha antike e zgjuarsisë mbante pranë. Problemi me bufin e Athinas krijohet nga fakti se në klimën e elektrizuar të fushatës elektorale, njeriu më shumë se argumenta logjik parapëlqen gjëra që s'para duan shtjellime akademike, por perceptohen shpejt, pa bërë as gjysmën e rrugës për të shkuar në antikitet e të mendonte për Athinan. Votuesit i shkrepnin në kokë konotacionet negative të fjalës buf në gjuhën e nënës, në shqip të tilla si "çi hap syt si buf, buf kënete", si thonjte bufit, e di dhe bufi e tjerë. Këto konotacione negative janë goxha të përdorura në shqipen bisedore, aq të përdorura sa nuk i kanë lënë mundësi të gjorit buf të fitojnë ndonjë vlerësim. Parë nga jashtë nuk janë në gjendje të thuash nëse këshillat të këtij niveli u morën seriozisht nga njerëzit e marrëdhënieve publike në PD. Ka të ngjarë që më shumë se sa për këshilla të tilla u blen me çmim magjie por ngjajnë si marifete. PD e përdori praninë e Lasivita për të stendërgjuar idenë se tani më po ndihmohet nga një person që ka lidhje të afërta me shtëpinë e bardhë, madje edhe me vetë presidentin Trump, dhe kjo do të ketë funksionuar me një pjesë të mirë të militantëve, pa çka se të sjell në mend historinë e çmotshme me Berberin e Sultanit.